Ndroni se t'pa fjalë, burimi ti janë mare të lartë. Në mes të qytetit një veçantë tjera, thua të jenë lotë. You are my light when the night is deep, my shelter strong when I can't sleep. Enemies rise, but they always fall. You hold me steady through it all. Armies may gather. Mirëmbrëma të nderuar ndjekës të portalit ton. Mirëmbrëma të nderuar bashkëdhëtar kudo që ndodheni. Mirëmbrëma të dashur miq të fjalës së shkruar. Sot nuk jemi thjesht në një takim letrar. Jemi në një bisedë me një shpirt që zgjedh të flasë përmes vargut. Një autore që nuk e ndërlikon poezinë, por e le të vijë natyrshëm, ashtu si që lind në zemër. Poezia saj është e thjesht në formë, por e thellë në ndjesi. Ajo nuk kërkon zbukurime të tepërta, kërkon të vërtetën e brendshme në vargjet e saj, dëgjojmë dashurinë të vi e butë, e brisht, herë e lënduar. Dëgjoj mallin për adheu, një mall që nuk është vetëm largësi gjeografike, por lidhje e pandar me rënjët, gjuhën dhe me kujtesën e gjithçkaje. Sot do të mundohemi ta njohim më afër procesin e saj krijues, ndjesitë që e shtyn të shkruaj dhe botën që ajo ndërton me fjalë të thjeshta, por të sinqerta. Mirë se erdhe në këtë bisedë Adriana Koka. Mirëmbrëma, kënaqësi që të kemi sonte në portalin ton. Mirëmbrëma dhe juve. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia është e imja që ndodhem në këtë emision të mrekullueshëm që bën promovime autorësh. Mirëmbrëma dhe përshëndetje do thoja dhe Zotit Gjin Musa, dhe ju uroj shërim të shpejtë. Një mirëmbrëmje të ngrohtë dhe dëgjuesve që do na ndjekin. Kënaqësi që jam me ju sot. Besoj të kalojmë një mbrëmje të mirë. Faleminderit Adriana. Kënaqësia është e jona, faleminderit që pranove ftesën dhe mendoj se do t'ja kalojmë bukur. Një urim shkon edhe nga ne për drejtorin e portalit ton Gjin Musën, që të shërohet sa më shpejt. Por këtu sonte jemi të flasim për Adrianën, për poezinë dhe për jetën e saj. Më mirë se Adriana, kush do na thojë diçka nga vetja saj, ku ka lindur, shkollën që ka kryer, familjen e tjerë e tjerë. Fjala për ty, Adriana. Kam lindur dhe jam rritur në Berat. Kam bërë shkollën të mesme, profesionale, mekaniken, në Maçelepia s'ka qenë në Berat, Stiliano Bandilli, quhej shkolla. Jam rritur nga një familje e mrekullueshme, me dy prindër shumë të mrekullueshëm. Nuk janë në jetë asnjëri nga ata. Jemi 8 fëmijë, u ritëm bukur, me dashuri prindërore, morëm nga prindërit vlera njerëzore. Nuk ishim të pasur në gjërat materiale, por prindrit na dhanë dashuri aq shumë.
dhe mendojmë se kemi përfituar atë pasurinë shpirtërore. Mbi të gjitha duam dhe jemi njerëz mbi ato çfarë bëjmë dhe çfarë përcjellim pozitivitet tek njerëzit, tek të dashurit tanë, tek miqt. Dhe gabimet janë pjesë e jetës, por mundohemi dhe në gabimet, domethënë që të kemi një pozitivitet në ato, domethënë i të kërkojmë falje, i të kemi mirë kuptim. Kur u larguat nga Shqipëria? Nga Shqipëria. Kur mbarova shkollën, nuk ndeta shumë në fakt, krijova shpejt familje, pas domethënë në vitin 89 kam mbaruar shkollën e mesme. Bëra dhe një vit kurs, në pa mundësi të vazhdoj në shkollë të lartë, sepse në mësimet kam qenë mirë, kisha dëshirë, në letërsi isha më një, domethënë në letërsi në jepja një veçanti më të madhe. Megjithatë, bëra dhe një vit kurs, më vonë nga shkolla, në pa mundësi që të bëja shkollën e lartë. Kujtimet, emocionet bëjnë punën e saj tek Adriana. Po, kam pak emocione, tash është e parë dhe kam vërtet. Në Shqipëri, krijova familje si thash, bëra dhe djalin të madhin, jam martuar në vitin 1990 dhe në 92 linda djalin. Rodhi jeta normalisht, domethënë mirë, në kohën e krizës, në kohën e luftës civile, ishim atje me trazirat që u ndodhën. Megjithatë mua më pëlqente të jetoja në vendin tim, kisha një punë atje dhe i shoq, kam mbaruar akademinë e policisë atje, punonte me ndjekjen e krimeve. Po në ndryshimin e partive që bëheshin atëherë, domethënë socialista, e mori demokratikja dhe u bë një reformë. Edhe atëherë e shkurtuan nga reforma. Im shoq ishte 32 vjeç, atëherë nuk ishte puna as pikpamje politike dhe ashtu, po Zoti Sali Berisha që fitoi, atëherë donte të vendoste njerëzit e tij. Dhe kjo ishte pika kulminante më shumë që ne u larguam. Domethënë mbetëm pa punë dhe nuk donim në fakt të largoheshim, por besoj se na detyruan që të largoheshim. Kush na detyroi? Qeveria që ishte pa aftësia e saj për të mbrojtur shtetasit dhe shtetasit që të jetonin në vendin të tyre. Mbi gjitha, pasiguria e mjetës, ishim të cënuar, nuk e dinim se situanin. Nuk ishim, unë atëherë ngelëm pa punë në fakt, se dhe unë punoja në Berak, ishte kombinati, unë sa kisha mbaruar shkollën në fakt, 2 vjet punova, nuk punova shumë atje, po në fakt edhe ngelëm pa punë, kështu që prandaj tash u detyruam, mua më pëlqente familja atje, vendi im, domethënë jemi mësuar me pak, dhe ajo pak, ku je në vendin tënd, sepse si i thonë guri i rënd në vend të vet. Po, megjithatë, kisha një mbështetje këtej në Greqi, kisha 2 vëllezërit dhe kështu që më ndihmuan ata të vija këtej. Tash na detyruan sepse paftësia e qeveritarët, kjo është dhe interesat e tyre politike. Për këtë e them. Megjithatë, dhe imigrimi o mos, gëzohesh se thua që po edhe migrimi është i vështirë. Po, Adriana, po flasim për emigrimin tani, por do të përshëndesim të gjithë ata që na ndjekin dhe ata që komentojnë. Po. E pari që komenton dhe falenderoj se në të gjitha emisionet na ndjek dhe komenton është Emnie Krasniqi. Përshëndetje stafi i mrekullueshëm i portalit Një Dritare, shumë respekte për mysafiren Adriana, një poete, shkrimtare me vlera të larta.
Emine, faleminderit. Dhe përshëndetjen e Margarita Lapushi Zenelit, një poete shumë e mirë që e kemi pasur edhe në portalin tonë dhe unë i dërgoj një përqafim nga këtu. Mirëmbrëma Albina, mirëmbrëma Adriana. Ju uroj shumë suksese mikës poete Adriana. Faleminderit Margarita, të përshëndesim dhe ne. E përshëndes. Po, Adriana, u larguat nga Shqipëria. Vitet e para të imigrimit. Si? Imigrimi është një plagë e pashërueshme, do thoja. Dhe mbetet ajo plagë. Fatet e njeriut nuk janë të njëjta dhe edhe emigrimi i çdo individi nuk është një lloj. Dikush e përjeton më pak dhe dikush e përjeton më shumë. Por prapë se prapë emigrimi mbetet një plagë, do thoja. Sado që ta përballosh i të mundohesh ta përballosh me risi të tjera, domethënë ajo mbetet një kujtim. Do thosha që emigrimi kur unë kalova në fakt në vështirësi këtu, kam dhe çaste, domethënë është një buzëqeshje e hidhur dhe një ndjenjë trishtimi, do thosha, vërgimi. Emocionet e përziera. Emocionet e përziera, mund të thënë. Kam, do më falin çik dëgjuesit sot, se në fakt me të vërtet kam emocion. Sa erdha këtu në Greqi, mundova që sepse kur vjen në emigrim, puna është ajo që të mban. Dhe në çdo vend që ti jesh, pos punove, nuk ka, ajo është edhe dinjiteti i njeriut. Puna, të jesh i pavarur, të kesh të jetosh dhe të veprosh me forcat e tua. Të kesh djersën e ballit dhe të jesh i pavarur nga të tjerët. Dhe këtë jemi munduar të bëjmë gjithë këtë kohë. Megjithatë, vështirësi të mos ika nga Shqipëria me vështirësi erdha dhe këtu. Sa erdha, im shoq ishte usmur. Domethënë bëri në qofse duhet ta them pak më dhe u shtuva në spital. Unë akoma sa kisha ardhur dhe nuk di as gjuhën, as një gjë. Thash që kisha 2 vëllezër dhe ata i kisha mbështetje për pak kohë. Sa doli më shoq nga spitali, nuk duhej të punonte për disa muaj me radhë, sepse bëri stomakun operacion dhe nuk duhej. Letra nuk ishim atëherë, se ishin ato ndërtëm 5 vjet të para të fillimit, nuk na i bënin letrat, sepse erdhëm siç vini, erdha me taksiun, me paguam lek, siç vini në këtu. Po, këtu e 28 vjet, me fjalë në fillim është atëherë. Megjithatë fillova një punë, më gjetëm vëllezërit një punë këtu afër shtëpisë. Vajt atje, për drejt ajo puna dhe kjo më ka mbetur, nuk doja, po do ta them, se do ta them, do të them që të mësojnë dhe njerëzit vështirësitë e emigrimit, që asgjë nuk është kollaj. Dhe asgjë i për shembull që të mund, sepse çdo gjë që duket, që është në dukje, nuk është gjithmonë ashtu. Ka dhe gjëra të fshehura, i ka një buzëqeshje që nuk është ajo që duket, një buzëqeshje që mban heshtje dhe një buzëqeshje që ka mungesa. Fillova punë, sepse duhet të punoj, sepse siç të thash, ishte dhe im shoq dhe nuk punonte dot dhe detyrimet vazhdonin. Jo qiraja, kishte edhe gjëra të tjera. Dhe do të tregoj që fakt që më ka mbetur ajo dhe atë nuk e harroj. Çunin e më solla këtu 5 vjeç e gjys. Dhe kur fillova atë punën, ajo ishte një dyqan hekurosni me rrobatje. Dhe për të mbajtur punën, për drejt, për fat të keq, ajo atë ditë që fillova ditën e parë, kishte punë nga mëngjesi deri në darkë. Domethënë vonë shumë. Edhe e lash çunin vetëm atë ditë. E lash çunin vetëm.
Kur e kujtoj, ndjehem keq, sinqerisht. Dhe kur kam ardhur, sepse edhe ai ishte në një vend të huaj, domethënë në një ambient tjetër që sapo kishim ardhur, dhe ishte stukur kur kam ardhur natën, domethënë nga ora 10, se ishte nga mëngjesi deri vonë, e kam gjetur të stukur në një cep. Edhe kjo për shembull është një plagë që më mbetur dhe sa herë që kujtoj më vjen të qaj. Më duket sikur edhe haj natë me veten time. Në asnjë mënyrë të hashi natë me veten tënde, sepse emigrimi, jemi në emigrime e tim që emigrimi është i vështirë, nuk ke gjithmonë njerëzit pranë që do të punojnë, të bie edhe të sëmurët njeriu i afërt është shumë e vështirë. Por këtu kemi një mike që të përshëndet, Lindita Kurti. E përshëndes edhe unë. Përshëndetje edhe në emisionit tuaj të mrekullueshëm. Kënaqësi të dëgjosh të ftuaren mikën time. E përshëndesim dhe ne, kemi Laurën që na përshëndet, përshëndetje goca na thot. Faleminderit Laura dhe ne të përshëndesim. E përshëndes edhe unë, faleminderit. Lola Shehi na thot suksese vajza. Faleminderit Lola, të përshëndesim edhe ne. Dhe suksese. E thash këtë fakt sepse si unë ka dhe shumë gra dhe nëna shqiptare që mundoheshin, që kalonin vështirësi, sepse emigrimi jo gjithmonë është i lehtë, sepse dëgjojmë ndonjëherë që ju jeni në Greqi dhe je kështu. Jo, asnjë gjë nuk është e lehtë. Dhe ajo për mua është një plagë. Çuni im është rritur tani, është 33 vjeç, e kam një djalë shumë të mirë, të mrekullueshëm, më kam mbështetur dhe këtë e them jo se jam përpara dhe më dëgjojnë njerëz, por është vërtet i tillë. Ka marrë, ka virtyte të mira, ka vetëm pozitive, dua të thoj, nuk më ka sjell asnjë shqetësim. Dhe ka punuar që në moshë të vogël dhe çdo gjë, domethënë, e ka arritur vetë. Biles më ndihmon. Ndonjëherë them që mund të ndodhi një nëna. Na lë plak, po na bën edhe mirë sepse na mëson që jeta duhet të mësohet me vështirësi sepse merr vlerat e jetës kur kalon pak a shumë, domethënë po Adria. E mëson më mirë. Siç ke vargun e sinqert, je e sinqert edhe në rrëfimin e jetës tënde si emigrante. Sepse emigrimi në fillim nuk është i lehtë për asnjë njeri kudo që të jetë, jo vetëm në Greqi, por kudo që të shkojë në botë. Nuk është i lehtë emigrimi në vitet e para. Pastaj integrohemi me punë dhe përpiqemi, japim më të mirën tonë dhe ja dalim. Por nuk është e lehtë fillimi. Por këtu sonte të kemi ftuar të flasim dhe për poezinë. Kur trokiti poezia tek ti? Dhe për poezi, poezia për pjesën tënde? Poezia dhe arti mua më ka pëlqyer në fakt që e vogël dhe e them me sinqeritet këtë, që e vogël. Unë kur isha në shtëpi kur isha e vogël kemi jetuar në një fshat pak vite, deri nga mosha 9-10 vjeçe, quhej Velabisht. Atje kishim një shtëpi goxha e madhe, një shtëpi shumë e bukur, me shumë baçe, me shumë pemë. I kishim nga të tëra llojet atje. Babi im ka qenë i veçantë. Dhe ishte dhe njeri i mrekullueshëm, human dhe njerëzor, por ishte dhe shumë punëtor. Edhe rregullonte atë. Megjithatë unë vritja atje në shtëpi dhe vallëzoja me një mikrofon në dorë, me një vishja fustanin e gjyshit, e kisha dhe gjyshin ramet pastë, them tani. Vishja e fustan madhe dridhesha, më ka pëlqyer shumë në përgjithësi arti, muzika, vallja, edhe këngë, edhe merrja një mikrofon dhe këndoja. Me mama më thoshte mamaja, bëu artiste, bëu. Gjëra të ndryshe. Dhe them që jo çdo gjë ndonjëherë, jo çdo gjë që themi bëhet,
kur bëjmë plane, për shembull, unë atëherë isha e vogël, kisha plane, nuk bëja dot plane dhe kështu, thjesht më pëlqente. Por kur isha në 8 vjeçare, merresha, aktivizohesha, edhe në shkollë të mesme jam aktivizuar goxha edhe me vallen. Edhe në shkollë të mesme kam shkruar një 2 poezi dhe por me turp. Para shkollës kam recituar një 2 poezi. Po nga turpi zëri se nuk dëgjoshin dhe thoshin ande nga fundi, nuk e dëgjojnë, bëtit. Edhe nuk ashtu. Do të ndalë një herë që të përshëndesim të tuaja dhe ndjekësit e portalit. Kemi Margarita Shehaj. Mirëmbrëma Albina, mirëmbrëma Adriana, i uroj shumë suksese mikës time. Përshëndesim dhe ne, Margarita. Ndërsa në shkollën në fillore, po, kam kënduar një këngë përpara klasës, e këndova shumë mirë. Më tha mësuesja, "Ua, sa mirë e këndove", ishte e mbaj mend një këngën e Lindita Theodoris, Theodori, Theodori, po. Theodoru, ishte këngëtare ajo atëherë. Dhe ndërsa kur erdhën disa përfaqësues, sepse atëherë merreshim me aktivitetin, domethënë që bënin konkurse shkolla me shkollën. Edhe i tha mësuesja aty, "Ua, është kjo vajza këndon mirë", i tha. Edhe erdhën ata pa ja të shikojnë, unë i kam pasur këto emocionet në fakt. Në kam qenë domethënë para njerëzve, domethënë herë skuqesha dhe kisha shumë turp. Edhe domethënë më dilte. Edhe më thanë ata, "Hajde këndoj këngë", vajta e këndova nga emocionet nuk më dilte zëri. Më thanë, "Lëre këtë". Pastaj kur mbarova shkollën e mesme, atje pastaj erdhën te emigrimi, pastaj në emigrimi nga puna, nga probleme, nga ashtu e harova, po pasioni dhe ëndra, ato ishin. Pasioni më jepte gjallëri gjithmonë dhe ëndra më jepte shpresë. Poezia erdhi natyrshëm, doli nga një sirtari mbyllur, që priste me vite me radhë. Erdhi natyrshëm një ditë kur më thënë tani që u qetësuan çik gjërat, edhe fëmijët u rritën, edhe ne jemi pak më mirë kuptojmë, kalojmë, kemi një jetë normale, pa ato problemet që kishim në fillim, e mundosha të shkruaja. Poezia është për mua momente të bukura. Domethënë, edhe kur jam ndonjëherë vetëm në shtëpi, vetëm, domethënë dua të them në mëngjes, që është jo i zgjedhur nga ana ime, por është edhe kjo e pak me ditën sepse është puna ime e tillë. Punoj mbas dite dhe mëngjesin jam pak më e lirë. Dhe shkruaj. Adriana, kemi edhe Marieme Cerikun që na përshëndet, mirëmbrëma, o vajzani, na ka vënë 2 zemra, ju uroj mision të mbar e suksese në rrugën e poezisë ardhi. Faleminderit, mirëmbrëma dhe të përshëndesim dhe ne. Më thuaj? Po, në një faqe duke shfletuar Facebookun, në për këto faqet është krenarit të jesh nga Berati, është një faqe ajo, që shikoja unë për herë, nuk e di pash një postim atje, edhe më pëlqeu dhe shkruaj ta 2 strofa. Edhe më bën disa komente, ju pëlqeu si duket, dhe shkruaj që atëherë pastaj fillova, duke ndetur në shtëpi, edhe shkruaja. Kam filluar që nga viti 2020 faktikisht. Jo aq të mira në fillim, po duke ardhur, sepse edhe lexoj edhe poezitë e autorëve të tjerë që më pëlqejnë. Dhe duke ardhur, besoj se pak a shumë, megjithatë nuk jam, dua të them që nuk jam, se edhe më kanë pyetur në fakt, nëse kam mbaruar në një shkollë, nuk kam bërë shkollë të lartë, ju thash, vetëm atë shkollën e mesme, po megjithatë dëshira ku nuk kam munguar, dhe njeriu po pati dëshirë edhe mëson. Dhe besoj se, domethënë, nga fillimet, besoj e shikoj vetë, pak, jo shumë, se nuk dua të mburem, nuk e kam zakon fare, dua të jem e thjeshtë dhe dua të jem e sinqert në atë që them, pa gënjeshtra, sepse në çdo gjë që bëj nuk dua as të përfitoj,
Dhe as të kem interes që të bëj diçka. Do më thënë që nuk është. Për shembull, atë që e bëra dhe këngë nga inteligjenca artificiale, ajo melodia e qytetit tim, është bërë në vitin si tekst, u bërë në 2021. Na përshëndet edhe Klodiana Taka Ibrahimi, përshëndesim edhe ne, faleminderit që na ndjek e shkruan. Po? Teksti i këngës ka vite që është bërë, por tani është me ChatGPT-s. Shiko, unë kam shumë poezi që janë bërë. Thjesht shkruaja. Më bëjepte një kënaqësi të shkruaja dhe të përcjellja diçka të bukur. Është tjetër punë, pëlqehesh apo nuk pëlqehesh ajo që shkruaja unë. Kjo mua, të them sinqerisht, pak më interesonte. E di pse? Pak më interesonte sepse kisha ndonjë ambicie të madhe që të biles, jo se s'kam pasur, se mund të bëja edhe një libër, sepse kam bërë disa poezi, po e kam lënë sepse ndoshta nuk ishin dhe kushte, ndoshta edhe unë dëshira ime ndoshta nuk ishte tamam, ndoshta edhe kushtet nuk ishin. Tani mendoj se u poqën kushtet dhe kanë vënë në plan që të bëj një libër. Me qenë se poezit ekzistojnë, libri do bëhet nga kohën e vetë edhe libri. Do ta bëj dhe unë një libër. Duar të jetë aq më bukur dhe. Adriana, sa më i menduar të jetë libri aq më i bukur dhe, kështu që mos u shqetëso, ka kohën e vet. Jo, me ato që janë, nuk s'ka gjë. Mjafton që janë të mia, për mua ka rëndësi që janë të mia, edhe që janë shpirti im. Jo. Patjetër është shumë e rëndësishme për një poete. Ju shpesh thoni, edhe kur bashkëbiseduam, shkruani ashtu siç ju vjen. Çfarë ndodh brenda jush në ato momente? A është poezia që ju kërkon, apo je ti që kërkon të shkruash? Poezia nuk jam unë, mendoj. Është momenti që vjen tek unë. Momenti i ngacmimi, i ndonjë kujtim, i ndonjë... Sepse jo çdo gjë që shkruajmë ndodh vërtet. Domethënë, i ka ndodhur. Poezia është edhe fantazi. Dhe kam shkruar një poezi për këtë, një të vogël. Jo gjithmonë poezia është fantazi. Jeta i mësoi burimet dhe e përdori me dituri. E pyetën, kush je ti? Jam poezia në shkrim. Atje në mendim, më gjen mua si kuptim. Do me thënë, pak a shumë, ato që shkruajmë janë ato. Jemi dhe ne brenda tyre, pak a shumë, por jo se jemi, sepse në artin që bëjmë, vetja, nuk është ajo vetja ime i gjitha, por një copës e mendimit është, do me thënë, aty mund të shikosh të mendimin tim, si shprehem, si mund ta them. Si vjen poezia? Është edhe shqetësi shpirti. A është edhe për ty shqetësi shpirti poezia? Po, patjetër është edhe qetësi. Po, patjetër, por prandaj shkruajmë se ndaj e tash, unë prandaj shkruaj se është një shpërthim emocione, qetësi shpirti dhe më sjell kënaqësi. Ajo është kënaqësia ime kur përcjell diçka pozitive nga shpirtit. Ka shumë poezi që unë, siç i kam bërë, në qoftë se mund t'i quaj poezi, se nuk e di sa janë të arritura dhe me nivel ato të mia, por dua të them që ka shumë poezi që siç i kam bërë në moment, sepse kanë shumë poezi unë janë të paredaktuara fare, domethënë siç i kam bërë dhe i kam hedhur, duke pirë kafen atje, po për shkruaj edhe e kam postuar. Ka një dy për shembull, atje ku e postoj, e shikoj, duke e lexuar, ndonjëherë ka ndodhur që të ndryshoj ndonjë fjalë, nuk më bën kjo, ndodhe një fjalë tjetër. Ka shumë të tilla. Dhe bile se kam bërë
shumë. Kam një dy këtu, po mundemi t'i lexojmë pastaj. Ka poezi të tjera. Nëse e ke një poezi mund ta lexosh dhe pastaj do dëgjojmë diçka tjetër shumë të këndshme që ke krijuar. Nëse poezinë e ke gati, mund ta lexosh. Po, kam. Gjallërinë e shpirtit do vesh. Brenda vetes një dhimbje kisha, e mbaja të heshtur dhe pak të fshehur. Sa do doja të dilja, e qeshur të isha, roba nuk po gjeja për të veshur. Çfarë mendoj tani, do qeshni dhe ju? Është ky vërtet një problem serioz? Askush s'më kuptonte, të ndihesha ku, mora veten time, durimi u sos. Në dhomë shkova, dollapin të hap, roba kisha plot, por asgjë nuk më bindi. Dollapi u mërzit, më nxorri me vrat, kanata u mbyll dhe asnjë ide s'lindi. Shumë u mendova mbase e teprova, po të rëndësi dhash, derisa bie ndesh, mora pa vëmendje veten te kalova, gjallërinë e shpirtit për të dalë do vesh. Jo poezia është një debat ndërmjet dollapit të robave dhe brendësisë së shpirtit, sepse dhe veshja ka rëndësinë e saj. Si për shembull si sot, që mundohesha unë them çfarë do vesh sot. Po Adriana, do vazhdojmë përsëri me poezitë, po ndërkohë kërkoj regjis na i pak muzikë, ne ato që na ndjekin. Okej. Those may grow, still I'll be fearless. This I know. So I'll sing to you my Mrekulli kalon, rjesën nga da, lundroni se t'pa fjalë, burimi ti janë mare të lartë. Në mes të qytetit një veçantë era, thua të jenë lotë, magjike të sjellin lumturi. Sharpëron ëndër mes buricës dhe mandale, tënde me shije aguloj, që ndatoha e lasht jeton, nuk gjelozon. Akoma mbahesh si një uragan i fort. Vendosëm mes e kam freskuar, melodinë e qytetit ti, me nota muzikore e mbajnë duar, ritmet magjike më sjellin lumturi.
shton si gjithmonë. Brenda sallë e kam prestuar melodive qytetit tim. Me nota muzikore me mbajnë duar, ritmet magjike më sjellin lumturi. Në shpirtin e mbyllur, një mesazh fshe. Kërkoja shtijeve të tij, ta lexoja. Mendimi vuan vërtet, kur ti nuk je. Me dritat e ti, shpirtin do të ndriçoja. Si të mbyllur imagjinata në veprim, mendja shtektonte atje, tek ty. Shpirtat flisnin bashk për dashurinë. Unë ndërkohë ndrytoj tek të tutë sy. Zemrës udhë të lirë drejt teje, i lash, në kërkim të lumturisë me ty, pa fund. Në honët e dashurisë me ty, unë rash. Të kthehesha pas, veç teje, askund. Nuk kërkuam së bashku pasurinë. Ndjenjat, sonat e bukur na bashkoi. Zgjodhëm për te çdo gjëje, lumturinë. E ty dinton dashuria, kompozoj. E ty dashurisë. Nga Adriana. Lexoj Merjema Ceriku. Nga poetja Adriana, sjell për ju poezinë Magjia e Asajnate. Një ambient prallor në orët e vona, me dje me vajza plot, me kostume fustanella, sa bukur, o zot! Si ëndër më erdhi dal nga dal, me buzëqeshje të ëmbël në fytyrë, i bukur, i gjatë me kostum brillant, ky princ i kaltër, ëndra në natyrë. Drejt me afrohet, veshur me inteligjencë. Ngjyrën e detit unë kisha marrë. Një gëzim i veçantë më lumturoi atë mbrëmje. Muzika filloi, shpirtrat fituan ndjesinë e parë. Vallëzojmë, më pyeti. Romeo jam. Dhe mua Julieta më quajnë. Gënjeva pak. Adhuroj këtë muzikë në shpirt e kam, dhe unë kam nostalgji, romancën me rap. E ndjek me vështrime ma gjepsur, më erdhi si fladi, si era. Në këtë vals të bukur, rrotulloheshim me ngjyra si pranvera. Valsi naftonte me tingujt e tij. Zërat ikën, u mbytën në qetësi. Ambienti mes emocionesh u çudit, magjia e asaj nate shndroi,
në Romeo dhe Julieta këtë çift. You are my light when the night is deep, my shelter strong when I can't sleep. Enemies rise, but they always fall. You hold me steady through it all. Armies may gather, shadows may grow, still I'll be fearless, this I know. So I'll sing to you, my hiding place, my rock, my hope, my saving grace. With joy I lift this grateful sound. You lift me up on higher ground. Ja ku kthyen përsëri pasi dëgjuam këngët dhe videopoezit shumë të bukura me tekstet e Adrianës. Përshëndesim Pilozipa, i cili na përshëndet nga Londra. Në radhë të parë u uroj për emisionin për këtë rrugë të artit, edhe ne të përshëndesim. Falenderit që na ndjek dhe shkruan. Manushaqe Ismailaj, Albina, urime për emisionin, një dritare, le të rrjedhin fjalët e Adrianës. Të përshëndesim Manushaqe, faleminderit. Laura shkruan përsëri. Ku ka më bukur se ti thuresh vargjeve në linjës, të këndof shpirti Adri, thot Laura. Ju falenderoj dhe juve që na ndiqni dhe shkruani e komentoni. Falenderit nga zemra. Tani Adriana jemi kthyer përsëri në emision dhe do vazhdojmë me pyetjen e mallit për adheun. Është një motiv i përsëritur shpesh tek ti, ashtu si një motiv i të gjithë emigrantëve që shkruajnë poezi apo prozë, që malli për adheun prek thellë në shpirt dhe nëpërmjet vargjeve qetësojmë shpirtin, nxjerrim lotin. Si e përjeton këtë mallti? Si plagë qëdhem apo si forcë që të mban të lidhur me rënjët? Pak fjalë dhe pastaj duam një poezi për mallin për adheun. Malli për adheun.
edhe pse jemi kaq vite këtu, sigurisht kemi mallin dhe e ndjejmë dhe e vlerësojmë dhe i ruajmë dinjitetin dhe traditat tona. Do me thënë, dhe pse jemi kaq vite këtu, vendlindja dhe rrenjët nuk harrohen, sepse ndryshe pastaj nuk je njëri, po të harrosh rrenjët. Gjithmonë koka duhet kthyer edhe pas. Megjithëse është për fajin ton që jemi këtu, Na kemi Prena Prenin që na përshëndet, na thot shumë urime dhe suksese për emisionin Albina. Prena Preni të përshëndes dhe suksese në poezinë tënde të bukur. Adriana, më bukur flet me vargjet, kështu që nëse ke një poezi për atë dheun, a mund të na lexosh? Po, këtë doja të thosha, prandaj dhe kam bërë një poezi dhe këtë e bëra kur kisha postuar një ditë, si me erdhi kjo poezi. Kisha postuar një ditë për Beratin, për vendlindjen. Dhe më thotë nga komentet e shumta atje, në një nga komentet ishte dhe thoshte një komentues që pse nuk vini dhe të ktheheni në Shqipëri. Gjërat nuk janë ndonjëherë të thjeshta dhe pak a shumë këtë ja ktheva në koment. Por e rregullova edhe pak më shumë dhe e bëra si poezi. Vendlindja ime dhe fëmijëve të mi, se duam jemi u bë me 2 vendlindje tani. Kemi një në Shqipëri, se edhe Greqia, jemi kaq vite, jetojmë, kemi bërë përpara, kemi blerë shtëpi, u lindën fëmijët këtu, u rritën, kështu që meriton një mirënjohje edhe një vend, edhe Greqia ku jetojmë. Patjetër. Po e them, vendlindja ime dhe fëmijëve të mi. Buzëqeshjen nga malli të kisha pranë dhe loti të mos i njihte sytë e mi. Vendlindjen e dua, shpirti atje më ndjen rehat, por jo çdo gjë varet nga unë tani. Politikanët na premtuan Shqipëri demokratike, se do ishim të lirë dhe të përparuar. Fjalët mbetën veç premtime, nga gënjeshtrat jemi lodhur e dëshpëruar. Atje u linda dhe u bekova me emrin njeri. Dua të vi, po ku të shkoj pa dashuritë e mia? Jam në dilemë, sa herë mendoj, se atë dheu i fëmijës tim është një vend tjetër dhe jo Shqipëria. E dua me zemër, por shpirti qan. Ku do të shkosh? Në një vatan që do të stëmban. Nën nuk është vetëm ajo që të lind, por dhe ajo që të rrit dhe të edukon me shpresën e gjallë. Faleminderit, Adriana. Faleminderit që solli këto vargje në portalin tonë të dëgjuesit, vargje të sinqerta, por që kanë brenda histori, dhimbje edhe shumë shpresë që vendi ynë të bëhet edhe vendi i fëmijëve tanë, ndonse shumica e fëmijëve të emigrantëve kanë lindur në vend të huaj dhe po rriten aty, për të cilët është vendi i tyre tani, me të drejtë, sepse lindja dhe rritja të bëjnë qytetar të atij vendit, por që mos të harrojnë edhe Shqipërinë. Të vargjet tuaja të sinqerta, të thjeshta, por me histori brenda, i sollësh shumë bukur për ne. Faleminderit. Kemi dhe Klara Shehun që na thot suksese për emisionin. Faleminderit Klara, të përshëndesim. Tani un kam zgjedhur një poezi ndryshe nga Madhi. Adriana, kam zgjedhur një poezi ndryshe nga Madhi, një nga poezitë tua, që autore është Adriana. Dashuri në krizë. Gjithë ditën sot ty të kërkova. Një fjalë të të thoja si për herë. Me mendjen time ku nuk shkova. Pse je i heshtur dhe jo pranverë? Në këtë mbrëmje ndihem në vetmi, si një shkampangjyrë në humbët jetë. Pse më njan nga unë, po qëndron ti, dashuri sonë, pse krizi ka vijë. Jetën e bukur s'dua ta vuaj. Zoti më fali që të buzëqesh. Me të dy ne
jo si të mos luaj. Dilemë e Hamletit të jesh, a mos të jesh. Mos i trego dashurisë, snobizmin, as jetës së bukur që sot na mundon. Afrohu të lutem, largo egoizmin, që të mos jemi në krizë gjithmonë. Këtë vargje Shumë të bukura. Kjo është një janë bukura dhe të gjithë e gjejmë nga pak veten brenda. Kjo është Me fjalën krizë jemi mësuar, po kriza e dashurisë është i çik edhe më e dhimbshme, mund të themi. Prandaj ke goditur në shenjë edhe me titull. Kjo është shenjë për të gjitha lidhjet ite dashurore, miqësore, do me thënë dy veta që ku nuk e gjejnë në një lidhje, do me thënë futet ajo, ndonjëherë ndahemi sepse kemi atë egon. Do me thënë që pse të ulemi, pse të bëjmë. Kalon edhe vim në heshtje. Pse je jo pranverë, pse je i heshtur dhe jo pranverë. Është një metaforë. Është një metaforë shumë e goditur, që pranvera ka më tepër gjallëri, ndërsa heshtja rrihet në të grihta, mund të themi. Kam shkruar në fakt për lulet shumë, më kam pëlqyer, edhe për dashurin kam shkruar, edhe për mallin kam shkruar. Në qoftë se do të lexoj një tjetër? Jo, tani kam një pyetje për vargjet tuaja. A ka ne poetëve, na ndodh, ne autorëve, na ndodh që të shkruajmë një poezi para shumë vitesh. Mua më ka ndodhur, me një fjalë, jo se jam egoiste apo dua shumë poezinë time. Jam shumë kritike ndaj vetes, por kur lexoj nga një që kam shkruar para shumë vitesh, nga një herë ndalem dhe them, unë e kam shkruar këtë. Dhe jam kurioze, a të ka ndodhur edhe ty ndonjëherë që të shohësh vargjet tuaja dhe të ndalesh, të emocionohesh e të thuash, mor, unë e kam shkruar këtë? Apo diçka tjetër, shprehjen tënde? Me qenë se unë lexoj shumë poezi të bukura dhe nga shumë autorë të mirë dhe më pëlqejnë poezitë të tjerëve, nuk e di, këto të mijat më duken pak të vogla dhe them ndonjëherë, domethënë ndonjëherë kur më komentojnë bukur, i që më bëjnë ndonjë analizë të poezive, e mendoj ndonjëherë pse jo, them, ua, pse ka që bukur që nga kjo imja. Kur i lexohen, se kur i bën mos vlerën. Me qenë se lexoj shumë poezi të bukura nga autorë, dhe ju respektoj të gjithë, dhe ata që më komentojnë, dhe ata që u lexoj. Po, kemi edhe një komentues tjetër, ai ju që na thot urime për emisionin. Doje të lexoje një poezi, Adriana? Lexoj. Po, patjetër. Në moment. Mërzi, grindje dhe zënka pa shkak. Urrejtja shprehur në kufi të panë. Ngjarje të tilla, edhe pse janë pak, u mbasim të ruan, e bëjmë hatan. Në çfarë thana ndodhia ngjan? Në të vërtetë të ditë të gjykojmë. Pse ti më flet si një shpirt katran, ashtu pa kuptim, njerëzit pse i përçmojmë? Kjo nuk është thjesht një mendim, apo një fjalë e thënë në çast irritimi. Këtë ta konsiderojmë si tonin gabim, se koha rrjet dhe shkon tek pendimi. Që të gjithë jemi njerëz të planetit, gjuha e nënës të gjithëve na dallon. Gabimet janë të njëjtë me ujin e detit, respekti dhe fjala në fund na bashkon. Në një shoqëri që ndodhin përplasje mendimesh, gjykime të gabuara, gabime dhe vetë korrigjime, ndonjëherë dhe mund gjykojmë pa u thelluar mirë, sepse ndonjëherë çdo gjë në dukje nuk është e tillë dhe ashtu që duket. Kështu që ndonjëherë duhet të thellojmë më shumë në ato çfarë themi dhe që mendojmë. Për njërin
apo për tjetrin, për biseda të ndryshme. Çfarë të këshilla me vlerë? Kam shkruar për grua. A mund ta lexoj? Po, lexoj edhe atë poezi. Dua jeni. Një grua e lumtur dallohet nga veshja. Syt I qeshin me zemër dhe thjesht buzëqeshja. Një grua e lumtur është e brisht fisnike, si vera e gëzuar e bukur në mendime. Një grua e lumtur është qershia mbi tort, e përballon çdo vështirësi me dashuri dhe mendje të fortë. Gruaja është drita e jetës, jeta që e bëri të jetoj. Zemra e shpirti ti buzëqesh. Dua jeni. Mbi shpatulla mban një jetë. Një grua që lumturinë e mban rreth vetes, pa bërë zhurmë, e fortë, e brisht, është ajo gruaja e fortë. Lumturia e gruas shifet tek buzëqeshja dhe tek sytë e saj, siç si e mban botën. Një shpirt I qetë dhuron mirësi pafund dhe një shpirt I lumtur mban botën në këmbë. Pra një grua e lumtur krijon një familje të lumtur, një shoqëri të lumtur dhe çdo gjë rreth saj bëhet e lumtur. Ku gruaja është shpirtërisht mirë dhe qetësisht dhe gjallë nëpërmjet vargjeve të thjeshta, por që kanë dhe figura stilistike brenda patjetër, por mesazhi është I vyer. Bëj gruan të lumtur e gjithë familja do jetë e lumtur dhe kjo është e vërtetë. Tani dal nga dal fluturojnë minutat, po na ikën ora. Ti Endi? Dua të di nga ti, nëse do ta përkufizoni poezinë tuaj me një fjali të vetme, çfarë do të thoshit për poezinë tuaj? Çfarë do them? Thjesht me një fjalë po të duash. Poezia është kënaqësi dhe shpirti. Është kënaqësia që e ndërtoj dhe që më dalin nga shpirti ato fjalë. Pra ti e përkufizon me fjalën kënaqësi dhe shpirt. Shumë e drejtë kufizimi juaj. Kë do të përshëndesni sonte këtu nga portali ynë? Juve sigurisht, që jeni shumë e ëmbël në komunikim dhe që më ndihmoni edhe pse kam emocione. Sigurisht portalin tuaj që ndihmon autor dhe të rinj si puna ime që jam në hapat e parë, që më morët këtë intervistë dhe që unë ndjeva mirë si në shtëpinë time. Dhe kjo ishte edhe kjo e arsyeja, sepse unë nuk e ndjej veten poete fare, jam një shkruese e vogël dhe jam e bindur të këtë. Por që do jetë një përvojë e mirë kjo ardhja tek ju dhe më pëlqeu. Ju falenderoj shumë. Do përshëndes shumë dhe me sinqeritet dhe me shumë respekt të gjithë komentuesit që më kanë komentuar gjithmonë dhe më kanë mbajtur dhe më kanë bërë komentet e mira, dëgjuesit që tani po na ndjekin dhe ata që na shkruan dhe ata që nuk kanë mundësi të na shkruajnë. I përshëndes dhe uroj çdo të mirë për çdo kënd. Sepse më pëlqen të flas mirë dhe të jem e sjellshme me njerëzit, sepse në këtë botë madhështia më e mirë dhe që mund të thuhet është të jesh, të keni mirë kuptim dhe të silleni bukur dhe mirë me njëri tjetrin. Ka shumë autorë që më pëlqejnë, që i ndjek dhe që dua të përshëndes. Për shembull, ellerimiz boş. Ka shumë, mund të them emra. Masanın bir yanı boş. Ata ti. Kurumuş hayaller boş. Unë po të dëgjoj në përshëndetje. Ishte kënaqësi që të kisha thonë rektem nga Greqia me ne. Ne jemi të gjithë autorë. Dikush bën rrugë më tepër, dikush ndalet në poezinë e tij të thjeshtë, por rëndësi ka që ajo që bën të bëj mirë ty si person dhe shpirtit tënd dhe qetësisë tënde mendore, mund të themi.
Kjo është më rëndësishmja. Arti është edhe kur përveç se është që të bën poet apo të bën shkrimtar. Nuk është të thënë se ne do të mbajmë veten gjithë për shkrimtar dhe poet. Shkruajmë sepse na do shpirti, shkruajmë sepse gjehemi mirë në poezi, në prozë, në muzikë, bëjmë art, ashtu siç dim ta bëjmë. Pastaj vlerësimet do t'i marrim nga të tjerët, nga ato që janë ndoshta më të përgatitur duhet të jenë se ne na vlerësojnë neve. Nuk mund të jetë pak i përgatitur ai që të vlerëson, sepse ai vlerësim bie poshtë. Nëse këtë problem do merremi edhe emisionet e tjera, por unë në radhë të parë të falenderoj ty që me poezinë tënde na bëre dhe praninë tënde mbi të gjitha na bëre këtë orë shumë të këndshme. Faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit edhe pse kishe shumë ndrojtje. Kjo është e vërtetë, por ne u kënaqem me muzikën që me tekstet e tuaja të bukura. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë. Po, të dashur miq që na ndiqni në portalin tonë. Sonte nuk dëgjuam vetëm përgjigje, dëgjuam ndjesi. Nuk folem për shumë libra, por folem për njeriu. Dëgjuam një zë që vjen nga brenda edhe që nuk ka nevojë për zhurmë për të dëgjuar. Poezia që shkruhet me thjeshtësi është shpesh më e vështira, sepse ka poet të mëdhej që nuk dinin të shkruanin si fëmijë, ka piktor të mëdhej që nuk arritën kurrë të pikturojnë si fëmijë, prandaj thjeshtësia në poezi është e domosdoshme dhe duhet vlerësuar. Jo gjithmonë vargu hermetik, jo gjithmonë figurat stilistike dhe e gjithë mjeshtria e poezisë është vetëm ajo e vlerësuar, shpirti i njeriu vlerësohet në mënyrën e tij. Sepse poezia dhe njeriu kërkon sinqeritet. Dhe sinqeriteti është guxim. Prandaj unë e falenderoj poetën që kishim mësonte, autoren që kishim mësonte në portalin ton, për guximin e saj, për dashurinë, për dritën që hell në vargjet e saj dhe për mesazhin që transmeton. Faleminderit që ndat me ne botën tuaj të brendshme. Faleminderit ju që ishit pjesë të kësaj bisede që nuk mbaron këtu sepse poezia vazhdon të jetojë sa herë që lexohet. Ju urojmë që vargjet tuaja të vazhdojnë të rrjedhin pa pushim dhe të urojmë me zemër se sa më shpejt të realizosh ëndrrën tuaj, ëndrrën tënde të bësh librin e parë dhe më pas pse jo edhe të tjerët. Faleminderit Adriana që ishte me ne. Faleminderit edhe juve. Gjithë ju dëgjuesve, ju që na ndiqni, ju që shkruani dhe ata që nuk shkruajnë që s'kan mundësi, i falenderojmë me zemër. Miru takofshim në emisionin tjetër. You are my light when the night is deep, my shelter strong when I can't sleep. Enemies rise, but they always fall. You hold me steady through it all. Armies may gather, shadows may grow, still I'll be fearless, this I know. So